4 gjera para fundit, erdhe titulli. Shumë kush mendon që i ka qenë i lehtë, pasi keni dominuar gjatë tërë kampionatit, keni qenë në pozitë parë, keni pas diferencë të madhe të pikëve, por realisht sa ka qenë e vështirë me majtë këtë ritëm se më lehtë është ta ndjekësh kundërshtarin se sa ta ruash pozitën e parë. Sakt, kur je në pozitën e parë, presioni është edhe më i madh për të mbajtur pozitën e parë. Nuk ka lehtë në këtë botë asnjë send. Ka qenë një kampionat shumë i vështirë dhe është akoma për këto skuadra të tjera që nuk kanë siguruar Evropën ose nuk kanë siguruar mbijetesën. Është një ndër kampionatet ku i paparashikueshëm, ku me 2 fitore ke qenë garë për Evropë, mirë po me 2 humbje jenë në play-out ose në vendin e 9. Me të vërtet një kampionat ku secili ka arrit fiton secilin, nuk është asnjë skuadër e pamposhtur, këtë kemi humbje dhe një kampionat që ndoshta nuk ka leju edhe shumë komoditet në skuadra ose kalkulime, secili e ka dhënë maksimumin, por ja që ne nuk di që në muaj dolëm në vendin e parë dhe deri në fund e majtëm në vendin e parë. Kjo arritet vetëm me mund, me punë, me angazhim, me mobilizim dhe normal frikën më të madhe kishim në janar ku kishim disa oferta dhe normal patëm i vendosur që ta mbajmë ekipin mos të shesim asnjë futbollist dhe kjo është ajo përforcimi më i madh që u mbajt grupi, u bën disa lëvizje me Denisin edhe Derikin me 2 përforcime në janar dhe shpresoj që të vazhdojmë me përforcimet e duhura se deri më sot nuk ka skuadër që nuk bën gabime, po ne kemi bërë pak gabime në përforcime. Dhe i uroj titullin futbollistëve se ato kanë derdhur më tepër djerës, ato kanë qoftë në temperatura të larta, qoftë në temperatura të ulta, kanë dhënë maksimumin. Një titull shumë i merituar dhe shpresoj që të vazhdojmë me grupin, të vazhdojmë me punë, me disa lëvizje adekuate dhe pse ishe aq shumë i bindur te titulli para fillimit të sezonit? Besoje aq shumë në forcën e grupit apo çka t'u dha me pona ashtu që titullin? Nuk e kam thënë nga mendja kështu fare pa analizuar. Këtu duhet të falenderoj edhe drejtorin sportiv Volan Zimirin bashkë me 2 presidentat që na mundësuan neve dyve të kemi një bashkëpunim shumë korrekt dhe të gjejmë ne e kishim bërë stafi teknik analizë dhe e dinim se ku duhet të ndërhyjë drejtori për të pruvar futbollist. I gjetëm futbollist adekuat dhe normal duke u bazuar tek kvaliteti, tek grupi, tek konkurenca brenda grupit. Unë e kom thonë këtë. Edhe një faktor është mbi 8 ose 10 futbollistë që kisha unë këtu, kisha punuar edhe në skuadra tjera dhe normal njiheshim shumë mirë njëri tjetri dhe futbollistët që i morëm e dinim se kush janë dhe çfarë mund të ndihmojnë skuadrës. Dhe pikërisht këto ishin ato 2 faktorë që unë mbështeta dhe dhash atë deklaratë. Titulli i 4 me 4 skuadra të ndryshme. Nuk është e lehtë as te juniorët as kund, as më pak në Superligën e Kosovës. Ndihesh një magnet i titujve në Kosovë? Shive, 4 trofej, 4 tituj kampion është punë e rëndë, është sakrificë e madhe, është një mobilizim total. Nuk është vetëm brenda fushës, është edhe jashtë fushës, se ke 1 milion probleme. Kjo më motivon edhe më tepër dhe mendoj që kam potencial dhe kam mundësi edhe për të avansuar veten, por edhe të vazhdojmë me suksese dhe mos ndalim këtu. Unë jam i bindur që nëse arrim prapë bëjmë një skuadër të mirë, nuk e diskutojmë titullin në vitin e ardhshëm. A është titulli i fundit gjithmonë me ëmbje apo ki ndonjë tjetër? Më shumë mbahet mend. Se derisa të fitojmë tjetrën, ky do mbahet mend. Kështu që secili ka mbërsinë e vet, normal. Çdo titull, domethënë Trepça për herë të parë kampion, edhe ajo ka veçantinë e vet. Feronikli ka dalë kampion para me, mirë po për herë të parë dolëm në Evropë. Prishtinë e riktheva unë, po bashkë gjithë në futbollistë, stafi, drejtues dhe arritëm të kthejmë pas 8 viteve, sa e moj mend, pas 8 viteve Prishtina doli kampion.
Tash edhe këtu 5 vita, 6 vite sa u bërën 8 vite. Edhe kjo ka amëlsinë e vet dhe këtu do ta shoj edhe një gjë. Ju lumë president, janë shembull dy presidentë tonë, Valon Morseli dhe Flamur Bunjako, ku 4-5 vite ti japish parë dhe duke çdo vit duke rritur buxhetin dhe mos fitojsh trofe, durimi i tyre unë mendoj që edhe Zoti i shpërbleti këtë vit me fitimin e titullit kampion. Deri më tani, drita vitin e kaluar arritëm në play-off. Sot ose këtë vit është domosdoshme që të kalojmë edhe një hap përpara. Cilët janë ata, Conference League apo Europa League, nuk e di. Po ne do kërkojmë që të bëjmë edhe një hap përpara. Qëllimi domethënë i ardhshëm është pikërisht rrethi i parë në kualifiku. Që do të bëjmë pamundurën që të bëhemi ekipi i parë që kalon Champions në rondën e parë. Edhe kemi një përparësi se jemi në grupin e favoritave, por nuk do të thotë se mund ta kemi shumë të lehtë, nuk ke në kampionat kosovar ndeshje të lehta, jo në arenën ndërkombëtare. As më pak që janë lunë me kampiona shtete tjera. Kështu që ne duhet të jemi të mobilizuar të jemi të gjithë dhe të bëjmë përfaqësimet e duara, bëjmë përgatitjet e duara dhe lut Zotin mos kemi lëndime siç ky muaj prill ka qenë shumë i vështirë për mua si trajner, por edhe për futbollistët se ka pas futbollista që për 22 ditë kanë luajtur 7 ndeshje, ishte një lotësi e paparë, edhe do të marrim masa mos na ndodhë një njëjta gjë. Trajner, më intereson me ditë nga perspektiva jote, cila ka qenë ndeshja më e vështirë gjatë këtyre 32 javëve? E kuptojmë që secila është e vështirë, po unë asnjëherë nuk du të upi vlerat Ballkanit, ndeshjet vështira kanë qenë 3 ndeshje përballë Ballkanit, se dinim që kemi përballë kampionin aktual. Por për një trajner ndeshja më e vështirë është me skuadrat që janë nga fundi i tabelës. Ajo ka qenë ndeshja këtu me Feronikelin ku në minutat e fundit barazuam, në minutat në vazhdim arritëm deri tek fitoria. Kjo ka qenë. Keni humbur edhe një penallti, presioni vetëm sa ka. Kjo ka qenë një ndër ndeshjet më të vështira në aspektin psikologjik, fizik e gjithçka. Okej. Dy shtyllat kryesore dritës këtij kampionati, Rom Broja, Albert Davicia i mbesi pa kontratë. Sigurisht që do të ketë oferta nga Evropa, po sa pritet mu ku ndryshe drita për sezonin e ardhshëm? Unë nëse ju jepet mundësia me dalë ato në Evropë, veç ju dëshiroj fat dhe suksese dhe asnjë pikë dyshimi se do mërzitemi, po do na bëjë qefi kur dy futbollist që kanë bartë peshën e madhe të kampionatit dalin në Evropë, e meritojnë. Mirë, po nëse nuk dalin, unë jam i bindur që ato do jenë këtu dhe shumë shpejt mund ta kuptojmë atë. Pastaj ekipi ndërtohet duke u bazuar tek baza që kemi nga portieri deri tek sulmuesi, pastaj në figurat ose në pikat tjera të ekipit. Shpresojmë që të bëjmë pak gabime në merkato, se pak gabime nuk ka teori. Mund të marrësh 5, 2 mund të jenë aty, 3 mund të jenë përforcime adekuate. Shpresoj lut Zotin të bëjmë sa më pak gabime, se nuk ka teori të bëjmë krejt merkato ose krejt përforcime të jenë adekuate. Trajner, faleminderit edhe suksese në galat evropiane. Faleminderit Max. Je mirë që ishe këtu dhe shpresoj të shihemi pak në arenën. Futbolli është i krejtëve dhe secili mundet me ndi zhvendimin edhe këtë pritjen e gjatë që është bu, por që ka qenë një punë e jashtëzakonshme dhe një sakrificë shumë e madhe. Masanina mos arritja e synimeve gjithmonë e bën më të vështirë edhe vazhdimsinë e punës edhe domethënë ngritjen e motivit për me luftu përsëri vitin tjetër. Kjo ka qenë detyra jonë dhe ka qenë ndoshta një prej detyrave më të vështira që kemi pasur si udhëheqës të klubit, për faktin sepse është ishte nga një zhgënjim i madh deri ndihemi prapë të gjejmë forcën dhe të vazhdojmë të luftojmë.
kemi besu shumë gjatë këtyre viteve në grupin që e kemi pas, në punën tonë që e kemi bërë në përgjithësi. Dhe jo gjithherë ja kemi arrit, por që gjithmonë kemi gjetë një besim më të madh edhe fal përkushtimi tonë, fal mbështetjes tonë nga lart nga prezidentat, nuk kemi zhgënjy, nuk kemi dorëzu dhe ja që më në fund mundi është u shkalu. Je pjesë e dritës prej ardhjes dy presidentëve, Morzonjakut edhe Valon Muselit. Titulli i tretë ti pjesë e dritës. A është më herë dritë për ty? Ndoshta duhet pas parasysh sakrificat dhe vujtjet që i kemi pas këto viteve të fundit me mos mungesë rezultate, mos finalizim më thonë të qëllimeve tona, mendoj që ndoshta është një prej titujve që e kemi filluar më shumti, sepse kemi pas shumë ulje, ngritje, kemi pas shumë sakrifica, kemi pas shumë vështirësi. Domethënë futbolli ka polet ekstreme edhe gjithmonë sa një ditë kemi qenë lart me motiv kemi qenë përmbushur, ndoshta mas një jave ne kemi qenë zhgënjur pas rezultateve të mira. Edhe duke i pas parasysh krejt këto sfida të cilat na kanë përcjell gjatë gjithë këtyre viteve, më thonë që është edhe në aspektin tim personal është ndoshta titulli që e kam shijuar më shumë sepse kemi vujt shumë, ndoshta edhe kemi pas koha shumë jemi ataku ndajherë me drejt, ndajherë pa drejt, por që në fundit futbolli është i tillë, është publik, është për krejt, secili ka drejt me kritiku, secili ka drejt me dhënë mendimin e vet, por që sa më pak që jemi mundu me ndëgju ato që s'na kanë konvenu, jemi mundu me i kthy në forcë dhe me të kalu. Gjatë që kemi arrit me menaxhu mjaft mirë ndoshta edhe presionin, edhe kjo na bën më të veçantë ndoshta se ekipet tjera, edhe pikërisht duke arrit me menaxhu këtë presion që ka futbolli në çdo klub, jo vetëm te ne, kemi arrit që ta kurorëzojmë me sukses. Besimi që i dha trajnerit Zakaria Ramadani me ardhjen e tij para përfundimit të sezonit kaluar. Edhe transferimet që u bën, cili mendon që ka qenë qelsi i suksesit si drejtor sportiv, cili lojtar domethënë mendon që e kanë dhënë atë që kanë ardhur në verë, që e kanë dhënë atë kontributin. Diskutohet që edhe po më intereson me të pyet, a kishe bo në thojza po themi gabimin e njëjtë me Ardmanaj? Pas një diskutim, gabimi Ardmanaj mu me thonë që mundet me qenë gabim teknik, por asnjëherë gabim profesional, por shkak se vlerat e tina i kanë ditë gjithë. Edhe ne shumë herë selektojmë lojtarë të cilët shembull nuk e kanë pas një sezon të mirë me një ekip tjetër, por që ne besojmë që me punën tonë, me angazhimin, me rrethonat cilat, me kushtet cilat ja krijojmë, ai mundet më kushtot shumë më mirë te ne edhe me dhon maksimumin, gjë që shumë herë edhe na ka dalë. Edhe ndodhi këtë sezon. Edhe këtë sezon sigurisht që ka ndodhur. Ajo shka ne mundohemi me bën në afat kalimtar, mundohemi me gabu sa më pak. Të pagabueshëm absolutisht nuk jemi, gabojnë edhe ekipet më të mëdha në botë, por që nëse ke gabu më pak, atëherë je në rregull edhe mundesh me thonë që me cilësu si të suksesshme. Çështja e trajnerit, besimi, domethënë edhe te trajneri nuk ka qenë diçka që është një risi edhe ka një trajner i panjohur edhe ka bërë mrekulli. Trajneri Zakaria Ramadani ka qenë trajner i dëshmuar me 3 titull në Kosovë, për koincidencë titulli i 4 i Zekës, titulli i 4 i Joni, gjithçka na është përputh. Edhe nuk kemi pas asnjë fije dyshimin në ato, por veç se ka njëherë ti edhe pse e ki dëshirën, edhe pse don me marrë dikon, nuk është momenti i duhur, nuk mundesh sepse kanë edhe ekipe tjera punojnë, por që duhet me gjetë një kohë ose një timing më të mirën kur ti ki mundësi me i marrë afër veti, qoftë një trener që ti pët mundësia me një moment caktuar, qoftë me lojtar cilën ti e dëshiron. Drejtar, në fund sezonit është dy lojtarë kryesor mund të themi dritës, Ron Broja, Albert Daviqaj, dalin të lirë pa kontrata. Qëllimi i tyre është sigurisht dalja në skenën evropiane. Por a ka biseda për vazhdimin e kontratës, për t'i bindur të ndalen e drita? Sigurisht që po, ne bisedimit e kemi fillu shumë më herët, jo vetëm me Ronin edhe me Dabin, por me një pjesë të madhe të ekipës, të lojtarëve të cilët domethënë në fund të kontratave. Unë nga përvoja që e kam tash sa vite që jam te klubi, asnjëherë nuk e lo që ditën e fundit ose në momentet e caktuara
kur ti ulesh në tryezë me bisedu me lojtar për vazhdimin e kontratës. Detyra jeme dhe e klubit në përgjithësi është që ne, domethënë vazhdimisht çdo ditë pune punojmë në drejtim që ata lojtarë më konën të lumtur mbi të gjitha, m'jau kriju kushtet adekuate, domethënë mundisin shtëpinë e tyre. Kur unë punoj vazhdimisht në këtë drejtim edhe i bëj që lojtarë më nik lumtur edhe më nisin shtëpinë e tyre, pas një diskutim që momenti i uljes në bisedime për me vazhdu kontratën është shumë më i lehtë. Domethënë, gjatë gjithë vitit ne punojmë me gjithë lojtarët që ata t'jenë rahat, t'jenë komod dhe ta kemi shumë më të lehtë momentin e uljes, domethënë momentin zyrtar për me diskutu. Njëjtë është ka ndodhur edhe me Ronin dhe me Dabin, ata janë më tashti, domethënë si në shtëpinë e tyre të drita, Roni kogja gjatë gati 4 vite, Dabi 2 vite. Bisedimet janë, domethënë jemi shumë serioz, jemi shumë të sinqert me njëri tjetrin. Edhe ata po e shohin një mundësi që kam pas më herët për të dalë ndoshta me lutë futbollin evropian, gjatë secili lojtar ka ëndër. A jeni edhe jo të lumtur nëse atyre ju realizohet kjo ëndër? Sigurisht që ne vazhdimisht punojmë që me ngrit ata profesionalisht dhe ata domethënë me pas një hap në karrierën e tyre. Secili njeri punon që me bën një hap më të madh në karrierën e tyre edhe këtë gjë mundohemi që t'ja mundsojmë secilit, jo vetëm atyre. Do të ishim shumë të lumtur sikur që jemi me lojtarë që kanë dalë nga drita dhe na përfaqësojnë densisht që jemi të lumtur me ata, do të ishim shumë të lumtur edhe për Ronin dhe për Dabin. Normalisht që nuk m'bëhet shefin nëse ata na ndrojnë neve për ndonjë ekip këtu në rreth Kosovës, po përndryshe kur bëhet fjalë për një hap më të madh në karrierën e tyre, sigurisht që do të jemi të lumtur. Unë mendoj që edhe Roni edhe Dabi janë të vetëdijshëm që ata janë në ekipin më të mirë shqiptari. Edhe FIFA dhe ranglista e thotë, kështu që sa i përket ekipeve shqiptare nuk besoj që ata e kanë mendjen e tyre. Mendja e tyre është ndonjë ekip evropian, kështu që nëse është kismet për ata, do të ishim shumë të lumtur. Po përndryshe unë mendoj që ata do të jenë pjesë e jona pas diskutimit. Sezoni i ri fillon shumë shpejt. Nuk keni edhe shumë pushim pasi fillojnë përgatitjet për garat evropiane. Çfarë drite do ta shohim? Më të fortë se këtë vit? Qëllimi jonë gjithmonë është që çdo vit ta ngrismi nivelin, ta ngrismi profesionalizmin. Sigurisht edhe këtë vit do të tentojmë që të bëjmë një ekip shumë konkurrues. Sa kena mi arrit, sa kena mi dal, në fund të rezultatet kanë marrë tregu. Gjithmonë pretendimet janë për me bo. Pas një diskutim që gjatë ditëve që i kem pas me trenerin, çdo ditë që jemi takuar dhe kemi bisedu, mendoj që edhe gjatë këtij kampionati, pavarësisht që kemi dalë kampion, kemi mësuar gjatë rrugës, i kemi pa disa defekte tona të mbrëmshme të cilat i kemi bërë gjatë rrugës, që i kemi identifikuar, ato do të mundohemi të përmirësohemi, do të arritmi konkurrencën sigurisht edhe më shumë, sepse konkurrenca ka bërë mirë. Mos harrojmë që këto xhiret e fundit kemi luajtur pa 7 lojtar kryesor, edhe vetëm një ekip të fortë që e kemi pas dhe të konsoliduar jashtëzakonisht mirë ka bërë që edhe përkundër 7 mungesave ne kemi vazhduar prapë dhe kemi mbajtur ritmin. Në të kundërtën do të ishte ndoshta do të ishte ndonjë fatkeqësi apo do të kishmi pësu ndonjë ku e di me thonë kishmi rreziku krejt kampionatin. Kështu që në këtë drejtim e kemi marrë një përgjigje mjaft mirë që duhet të kemi shumë konkurrencë. Sa do të na lejon tregu, do ta shohimi, por që pas një diskutim do të shtojmë shumë konkurrencë. Fati ju ka munguar për fund. Fati ju ka munguar shumë vitet e fundit në garat evropiane. Sigurisht me short pasi keni peshku skuadrat gjigante evropian, ndoshta që shpesh luajnë edhe në grupet e Ligës Kampionëve. Këtë vit cili është objektivi? A është objektivi real grupet e Ligës Konferencës? Të marr parasysh edhe që rruga e kampionëve është disi më e lehtë. Në vite me radhë, domethënë qëllim kryesor kemi pas futen grupe në kompeticione. Por që edhe fati ju i mirë, edhe shorti me ekipe shumë të mëdha, edhe ajo e ka pas një farë lloj nion pozitive të vetën, sepse jemi ngrit shumë profesionalisht, domethënë në hartën evropiane klubi Drita më është emër i njohur për shkak të ballafaqimeve që kemi pas me Gjigant. Edhe kjo është një farë lloj misioni të cilën për shembull jo gjithherë ose jo gjithkush e ka fatin me bu. Ne fatmirësisht kemi arrit në aspektin ndoshta profesional dhe në aspektin ekonomik që ne kishme mujt me kalu më shumë runde, ndoshta na ka penalizu, sepse jemi handikepu shumë herët që në gjerën e dytë, në rrethin e dytë apo tretë jemi diskvalifiku, po në aspektin profesional menoj që na ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Edhe këtë vit, synimet e tona pas një diskutim që janë futja në grupet të Conference Ligës, por që mos harrojmë, domethënë e thojmë shumë lehtë, po për me ardhur aty është shumë e vështirë.
shpresojmë që të kemi fat kësaj here edhe ta arrijmë, por nuk është e lehtë. Besoni që edhe nëse ndodh që mos me u fut në grupe, nuk do ta marrim shumë si zgënjim sepse e dim sa të vështira janë ndeshjet e Evropës. Qëllimi i parë megjithatë është kalimi i rundit parë të Ligës Kampionëve. Pas të diskutojmë. Ajo shka neve na bën pak më të lumtur edhe që të jemi pak më të qetë, është fakti sepse kemi bërë përvojë të mjaftueshme në arenën ndërkombëtare. Por dallim prej viteve të para kur marrëm pjesë në Kupat e Evropës, besoj se gjithçka na ardhke me gjithçka u habitshëm. Qof me ambiente, qof me stadiume, qof me qasjen, me gjithçka, ndërsa edhe e kishmi një farlloj ç'më thon, befasie, por tash që ke marr pjesë, mendoj që përvojën e kemi edhe nuk na befasojnë as stadiumet, nuk na befasojnë as shikueshmëria e madhe, nuk na befasojnë as qasja në këtë drejtim, edhe besa nuk na tremb edhe asnjë kundërshtar sepse mjaftueshëm e kemi humb tutën me ekipe të mëdha që kemi luajtur. Po ndjehem mjaft mirë, që nga dita e parë që jam bërë pjesë e dritës, ka qenë ndërformua titulli dhe këtë vetë u realizua. Çdo vetë kemi bërë maksimumin mirë, po në fund nuk kemi shpërbly me titull mirë, po këtë vetë besoj se ishte koha dhe arritëm qëllimin me plot merit, kemi sakrifikuar shumë gjatë gjithë sezonit dhe besoj se është një titull i merituar. Ron jemi fushor defanziv, po këtë edicion të kina po edhe një farë lloj bomberi e konë. Ki bo gola shumë të bukur, cili është ai qelë si suksesi që mrishe shumë shpejt e zona dhe me ato goditje standarde ki arritur të shënosh. Besoj se këtë vetë kena zhvilluar një futboll shumë sulmues, gjithmonë jemi mundu me mbajt kundërsharin lart dhe besoj është edhe merita e trajnerit sepse gjithmonë na bën presionive me fushorëve që të jemi afër 6 meçit për topin e dytë. Gjithmonë dhe jam mundu sa më shumë që të jem afër 6 meçit dhe këtë sezon më shpërbly me gola. Jam shumë i kënaqur sepse kjo është hera pare imja që arritëshim ai 5 gola për një stinar. Pasi arrite titullin, kontrata me dritën s'ka dënë. Ku e shohim Ronin sezonin e ardhshëm? Në ndonjë kampionat evropian, ku ofertat nuk kanë mungu as në afatin kalimtar të janarit, apo do mbetesh te drita? Po dëshira ime është të luaj për ndonjë klub evropian si çdo futbollist i Superligës Kosovës. Oferta ka, mirë po do pres, do shoh nëse do ketë një ofertë bindëse. Dëshira ime do të ishte të luaj në Evropë, mirë po për Kosovë, siç e kam thënë më herët, klubi i dritës do të jetë primar. A mendon që një transferim jashtë vendit edhe t'i hap dyert edhe te kombëtarja e Kosovës? Po besoj se po, sepse shumica e futbollistëve luajnë në nivele të larta, shpresoj se edhe të arrijë ato nivele dhe ta vlerësoj ndërtimin që luaj për përfaqësues në Kosovë. A do t'jesh pjesë e dritës në garat evropiane, apo kontrata s'ka dënë me njerë me 30 qershor? Po kontrata s'ka dënë me 30 qershor, mirë po ta shohim, tash do të bisedoj me klubin dhe besoj se do të gjejmë zgjidhjen më të mirë. Adon, titulli i dytë me dritën. Më i vështirë i pari apo i dyti? Titulli i dytë, pari ka qenë i vështirë, ka qenë po pandemi. Po mendoj që dyti ka qenë më vështirë, sepse Edhe pse diferenca atyve u konë më e madhe. më e madhe tani është, po. Por atë ka qenë më vështirë se kemi marrë çdo lojë edhe çdo lojë kemi përfitore, çdo lojë me mund. Por atë mendoj që ka qenë më vështirë. Sa ka qenë e vështirë me majt tempon për 32 ndeshje, kur kanë vetë edhe 4 deri në fund. Në të thonë drejtën, normal që është e vështirë, sepse kemi pasur lojë të Evropës, lojë të kupës. Edhe ato kanë qenë shumë vështira, terrenet janë shumë vështira, terreni sintetik. Mirë po jemi mundu me majtë një kontinuitet të treningut bashkë me shtabin teknik edhe trenerin Afrim Shahini. Rigjenerimin e kemi bërë në mënyrën më të mirë. Kështu që mendoj që kjo ka qenë edhe çelësi i punës mirë dhe i vazhdimësisë time të mirë. Sa ka qenë e vështirë të rikthehet titulli pas 5 viteve pritje, kur e dim që gjithmonë keni konkuru, po në fund e keni humbur titullin. Qysh
Qysh keni ardhur deri te motivi, pasi nuk është as pak e lehtë ta humbësh titullin gjithmonë dalësh i dyti. Normal që 5 vite u bo që fitojmë titullin e dytë tani. Ka qenë e vështirë, po gjithmonë mbështetjet të shtabit teknik, mbështetjet të kryesisë që na kanë ardhur gjithmonë brava. Kemi mësuar shumë nga gabimet e viteve të mëparshme që kemi qenë shumë afër titullit kampion. Mirë po jemi rikthyer edhe më të fortë në dorët evropiane. Edhe gjithmonë duke na mbështetur edhe dy presidentët, kështu që mendoj që kjo ka qenë edhe qelësi i suksesit tonë. Një herë du me i falenderu gjithsesi dy presidentët dhe shtabin e drejtorëve, menaxherit, sekretarit gjithë. Fati ju ka munguar gjithmonë ndeshjet evropiane. Keni eliminuar nga skuadra si Feyenoord, Antwerp, Legia e tjera. A mendon që fati ju rikthy në anën e dritës si vjetë është koha me shku në grupet Ligës Konferencës? Kemi bërë një përvojë mjaft mirë edhe me ato ekipeve që kanë qenë shumë vështira. Mendoj që tash jemi edhe me një pozitë më të mirë, sepse në Ligën e Kampionëve kemi luajtur para 5 vjetë, po s'kemi pas fortën për shkak Covidit, janë anulluar disa ndeshje. E keni humbur në tavolinë. Tash mendoj që jemi edhe më favorit, mendoj që do të jetë pak më lehtë, po prap normal në Ligën e Kampionëve nuk ka lojë do të më mobilizoj mirë dhe më përgatit gjithsesi. Sa beson që është i kalueshëm rundi i parë i Ligës Kampionëve? Drita është rritë se ekip shumë. Kemi bërë shumë përvoja të mira. Kemi përjetuar edhe më herët lojë të forta. Edhe në lojë të forta kemi qenë shumë stabil, kështu që mendoj që ndoshta nuk do na bi ndaj ekip më të fortë se Legia, se Antwerp, Feyenoord e këto. Kështu që mendoj që mundemi me i kalu, pse jo. Më thonë, qëllimi mbetet të futen në grupe. Normal. Qëllimi është gjithmonë, sidomos tash që është një përparësi që jemi në vazo favorit, mendoj që qëllimi ka grupe gjithsesi. Sezoni i ardhshëm vjen shumë shpejt. Objektivi mbetet i një gjithmonë, po? Po gjithmonë. Gjithmonë drita këto e ka dëshmu. Kemi karakter në skuadër, kemi gjithçka është perfekt, kështu që objektivi gjithmonë për drita. Mendoj, unë për atë e di që është gjithmonë titulli kampion. Drejtar, e riktheni titullin në qytetin e Gjilanit pas 5 viteve pritje. Keni qenë shumë afër gjithmonë, por në fund e keni humbur. Sa është e vështirë për ju si drejtues të klubit mos më dorëzu asnjëherë, duke kërkuar titullin vazhdimisht? Faleminderit Romak. Përmendë edhe ta edhe vetë. Viteve të fundit, 4 viteve të fundit, kjo është viti i 5. Pra, për 4 vite vazhdimisht kemi qenë në luftë për drejt titullit dhe si çdo herë 4 vitet e fundit, momentet e fundit, ndeshje vendimtare nuk kemi arritur ta kurorëzojmë kampionatin me titull. Këtë herë viti i 5, pra po e rikthejmë titullin në qytetin tonë. Nuk ka qenë fare e lehtë, por nuk kemi dorëzuar as ne, por nuk kanë dorëzuar as aksionarët tonë, që jemi falënderues për ta që i kemi dhe shpresojmë të vazhdojmë mirë e më mirë vitet në vazhdim. Atëherë i përmend edhe aksionarët edhe ju si drejtues të klubit që jeni këtu, pasi Flamur Bonjaku edhe Valon Museli qëndrojnë jashtë, jetojnë atje. E shohim që keni bërë investime edhe vetanake, si me zyrat e klubit, si me një tribun aty, si me zhveshtore. Sa është e vështirë kjo për ju? Domethënë përveç që duni me shpenzu edhe për klubin, atëherë duni me shpenzu edhe për stadiumi që nuk është pronë e juaja. Nuk është fare lehtë, krahasimisht duke ditur edhe argjimet që në klub janë shumë të mëdha, në njëjtën kohë ta shfrytëzojmë aksionarët edhe për këto investime që po bëhen çdo ditë, po është me patjetër të rregullojmë diçka. Kemi bërë ndryshime në lokale, në zyrën tona, në zveçtore, po ashtu edhe me tribinën në VIP,
Mirë po njëkohësisht jemi duke punuar edhe në stadionin Dems, ku kemi arritur tani afër dhe shumë shpejt të fillojë edhe drenazhimi i tërë fushës që jemi në proces për një fushë me barje natyrale. Mirë që përmende pjesën e stadiumit Ndims, atë do më thonë janë 2 fusha për momentin, e dyta tu ndërtim më sipër. A mendoni ta keni një kamp që i takon vetëm FC Dritës? Po, planifikimi është bërë në atë mënyrë që ta kemi një kamp të FC Dritës për shkollën e futbollit, mirë po mos ta harroj edhe ta them që pasi ta finalizojmë punën e drenazhimit, do të kemi përklarje nga kryetari i Federatës së Futbollit, na ka premtuar se tapetin e barë natyral do të na mbështes Federata e Futbollit të Kosovës. Kemi përklarje nga kryetari Ali Madej. Shumë mirë. Drejtor, fati përveç ju ka mungu 4 vite fundit në kampionat, fati ju ka mungu gjithmonë në Evropë. Keni marrë kundërshtarë shumë të vështirë, e pamë edhe një tabelë ku keni lujt ndeshje në gjitha ndeshjet në Evropë, jeni përballë me skuadra të mëdha si Malmo, Legia, Antwerp, Feyenoord. A është koha apo a u kthy fati te Drita që tani me arrit qëllimin që janë grupet e Ligës Konferencës? Këtë vit shpresojmë të kemi fat në short, siç e thallë ty, sparjen e Ligën e Kampionëve, e më pas të shohim se kundërshtarët e radhës potencialisht në Europa League apo ku është edhe garantuar humbja nga Liga e Kampionëve, është garantuar lojtë në Conference League. Shpresojmë një short më të lehtë, pasi që edhe me koeficient të qëndrojmë më mirë krahasim me vitet e kaluara, shpresojmë se këtë vit fati do të na përshëndetë. Mirë po qëllimi primar fillimisht është kalimi i rundit parë në Ligën e Kampionëve, të bëni skuadra e parë kosovare që kalon një rund në Ligën e Kampionëve. Shpresojmë që do të arrijmë këtë qëllimi dhe më pas eliminimi do të na kthejë në Europa League. Po. Shpresojmë ta kalojmë një vend. Atëherë, drejtor, Drita gjithmonë po lufton për trofe. Si vjet, por asnjëherë nuk keni arrit ta mbroni titullin. Qëllimi është për vitin tjetër, a është qëllimi ta mbroni titullin? Besoj që këtë herë do të jemi më të përgatitur dhe më suqel dhe do të vazhdojmë drejtori sportiv dhe trajneri kanë pikasur listën, kanë vazhduar me renovimin e kontratave dhe besoj që do të kemi edhe konkurrencë më të madhe në klub dhe me patjetër që do ta mbrojmë titullin.